ka mungesë të shërbime, mungesë të banave, të sjelljes së stafit shëndetësor, ka shërbime diagnostike, ka të gabime në trajtim, ka sjellje jo etike dhe jo profesionale, ka kohë të pritjes, listat e gjata kur bëhen, do të thonë natyrat janë shumë të ndryshme. Edhe për ne koha 12 vite sa jemi në këtë punë, na ka mësuar që në qoftë se ankesat e pacientëve nuk shërbejnë si një mekanizëm ose si një busull e udhëheqjes një institucioni shëndetësor, atëherë do të thonë vazhdimisht ne do të presim ankesa. Ankesa pacientit i ka dy lloj efekte. E para na tregon se një individ nuk po trajtohet si duhet, edhe e dyta na tregon se çka na duhet me ndryshu në institucionin shëndetësor në mënyrë që mos me pas ankesa të tilla. Në qoftë se institucionet nuk e shohin këtë mënyrë, ne do të thonë e trajtojmë një ankesë, ne qytetarët ndoshta e realizojmë të drejtën, por nuk e kemi ndalë rrjedhjen e veprimeve jo të mira për pacient. Prandaj, përderisa institucionet shëndetësore nuk janë të fokusuar në cilësinë e shërbimit shëndetësor, atëherë ankesat e pacientëve nuk kanë kuptim.